Përshëndetje të dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin e vonë nisur nga lëvizja e fundit e SPAK-ut, e cila në këtë lëvizje ky institucion ka bastisur banesën e biznesmenit Artan Dulaku si përfshirë në aferën e portit të Limionit në Sarand. Por çfarë po ndodh me goditjet e SPAK-ut kur tashmë po mbaron edhe mandati Altin Dumanit dhe pritet zgjedhja kreu të ri, dhe ndërkohë do të flasim edhe sa i përket çështjes së Erion Veliajt, ku për cilin kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se ai është nxjerr natën nga burgu dhe nuk dihet se çfarë takimi ka pasur pra në këtë rast. Për të folur për këtë çështje, por edhe të tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Ndue Pietra. Zoti Pietra, përshëndetje. Përshëndetje juve. Zoti Pietra, si e keni parë aksionin e fundit të SPAK-ut sa i përket goditjes në rastin e aferës së portit të Limionit, që është një çështje mjaft e njohur në fakt, ku raportohet edhe nga media se është bastisur banesa e biznesmenit Artan Dulaku? Ti referon asaj, themi që SPAK-u është shumë vonë dhe më bën përshtypje pse ka zvon pra për të goditur një që dihej në atashin publikisht. A mos janë shqiptarët, apo janë të huajt atje që ja kanë diktuar për fillimin e kësaj. Sepse në si vend në botë nuk ndoll që të pronat e ushtrisë pa u dekastifikuar, nuk mund të shpërndahen, nuk mund të shiten, nuk mund të jepen biznesmenve. Pra, kjo ka ndodhur në shumë shtetet e Europës, ka ndodhur në Amerikë. Në Amerikë thotë që të gjitha këto se ka ndodhur atje, por janë marrë dhe janë dhënë vetëm për muze, shkolla, spitale, për këto arsye. Ndërsa në Bullgari janë dhënë dhe janë marrë, janë kthy mbrapsht, pra, është gjykata e llogarive ajo që bën veprimet mbi bazën e këtyre. Duhet parlamenti, duhet qeveria e Shqipërisë që të miratonte këto veprime të tyre. Por siç duket, këta janë një bashkë dhe kanë përdorur gjithmonë ta emrat e biznesve, 2-3 biznesmenve që merren me ndërtimet dhe kanë pjesë të veta mend dhe nuk mund ta cenojnë asnjëri, pra në parlament nuk mund ta cenojnë biznesmenin sepse ai është krejt komod dhe tallet me ta, më mirë me thënë, sepse lekt janë të atyre. Kjo është thjesht figurë e cila për mendimin tim ka ngel aty, sepse është marrë me biznes dhe janë besu lekte e politikanëve shqiptarë. Si është e mundur që janë vendosur në rresht për një, duke nisur edhe nga Bajram Beka që ka firmën atje, por edhe ministra dhe gjithë qeveria në funksion të këtij biznesmeni për t'i kaluar pra pronat e ushtrisë në pronë të këtij biznesmeni. Pra një rast që është denoncuar edhe nga zoti Artur Meçollari. Ligji e përcakton shumë mirë dhe shumë saktë, sepse duhet marrësh miratimin e gjithë institucioneve për të bërë një veprim. Këta bëjnë veprimin, pastaj i firmosin. Dhe rasti konkret, presidenti nuk ka, e thot ligji, nuk ka lidhje me shitjen e pronave. Ato do t'i kalojnë nëse do ishte e nevojshme vetëm institucionit i cili merret me pronat e ushtarake, të cilat i administrojnë vetëm me vendim të parlamentit ose të gjykatës llogarive. Tani në Shqipëri nuk kemi një gjykatë të llogarive, por kontrolli i lartë i shtetit duhet që menjëherë të fillojë hetimet e veta dhe të bëjnë punën e tij për sa i përket pronave të ushtrisë. Pra pronat e ushtrisë është shumë domethënëse. Pavarësisht se ata i kanë marrë me një afat ose me €1, ose me një afat 100 vjeçar, 99 vjeçar, por e dihet që këto prona janë prona të cilat
nuk mund të merren aq lehtë. Pa patur, me qenë se ne jemi dhe pjesë e NATO-s, duhet merret konfirmimi. Tu janë bërë gjitha të veprime në kundërshtim. Por unë mendoj që jo pa qëllim, pra ka fillu SPAK-u punën e tij, por të diktuar nga jashtë, nga institucionet ndërkombëtare, jo institucionet shqiptare. Sepse institucionet shqiptare i kanë mbuluar deri tani. Zoti Pietra, të kalojmë pak në raportimin që kreu i SPAK-ut Altin Dumani bëri në kuvend, konkretisht në Komisionin e Ligjeve. Ju si e keni lexuar këtë raportim dhe çfarë ka bërë realisht SPAK-u deri tani? Edhe kjo, pra, mban peshën e institucioneve ndërkombëtare. Thirrja e Altinit ose shkuarja e Altin Dumanit në Amerikë kishte një qëllim dhe siç duket një nga këto detyrat ishte edhe kjo historia e kësaj çështje, që tashmë këtë çështje automatikisht vetëm se vonon, por ama nuk e harron Amerika këtë çështje, sepse të ndërhysh në institucionet e mas sekrete të inteligjencës do të thotë që pra një kryeministër ose një person në Europë arrin të komprometoj, arrin të bëjë ca veprime, të cilat ai mund të ketë marrë edhe shumë informacione të tjera që me ndoshta dhe kanë frikë ndërhyrjen e Ramës në këtë çështje, sepse Rama nëpërmjet tij mund të ketë informacione të paimagjinueshme. A mendoni se Dumani ka marrë garancinë dhe mbështetjen e fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vizitën e fundit që kreu atje për të çuar përpara dosje shumë të nxehta dhe një ndërto është edhe ajo e Charles Megonigal, ku është i përfshirë dhe kryeministri Edi Rama? Po këtë thash, sapo e thash, pra ideja është që në këtë dosje, pra duhet të ketë marrë informacione të tjera Rama. Dhe këto informacione mund të ketë tepër sekrete për të përballuar me drejtësinë, në qoftë se gjithmonë drejtësia do vënë veton në këtë ligj. Dhe ky veprim nuk është veprim i pamenduar i mirë i Ramës. Dhe prandaj Rama arrin kështu i qetë, sepse ka informacione të cilat mendoj që mund t'i bëjnë publike në dëm të Amerikës. Dhe aty ne u duhet me një herë, në qoftë sa gjë, që të nërmarin veprime, që në qoftë se gjithmonë, arrestimi i tij, atëherë i mungojnë gjithë institucioneve dhe nuk është e mundur. Dyshimet i ka dhe Amerika për këtë rast, sepse vetaj nuk ka dhënë informacione se çfarë ka biseduar me Ramën apo me njerëzit tjerë gjatë kësaj kohe. A mendoni se SPAK do të vijojë në të njëjtën linjë goditje dhe kapaciteti edhe pas ikjes së Altin Dumanit? Po SPAK-u nuk më thot mendja mua që ka lidhje fare, ky është emër SPAK formalisht, nuk është se ka ndonjë se ata prokuror janë. Dhe një pjesë e prokurorëve aty janë vetëm kukulla dhe janë prokuror të ushtar të qeverisë Rama. Dhe nuk është se kanë ndonjë inteligjencë për sa i përket rastit. Ata thjesht do vazhdojnë, do mundohen që të zbatojnë ligjin, por do mundohen edhe ta shmangin ligjin me urdhra politike, në qoftë se gjithmonë. Kjo është e rëndësishme, kush prej tyre do ta ndjek procesin e Ramës, apo të qeverisë, apo këto proceset e ushtrisë, kush janë prokurorët që mund ta ndjekun. Aty pak prokuror ka si janë të pa bindshëm, sepse nuk i kanë lënë të bindurit, asnjëherë i kanë larguar nga vetingu nëpërmjet formave të tyre. Dhe jo pa qëllim rrinë të qetë sot ata jashtë rrugëve të Tiranës, sepse e kanë të sigurt, sepse nuk mund t'i arrestojnë për arsye të bizneseve, për arsye të konfliktit interesit, për arsye të tjera të cilat populli i din dhe ne nuk i dim as mirë sa i din populli. Si mendoni, a do ketë goditje nga ana e SPAK-ut në nivelet larta të qeverisë, por edhe në radhët e opozitës me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut?
Tani me ato që janë diskutu dhe fol, sepse këta kuptohen se cilat janë çështjet më të nxehta, pra, dhe kjo pranaj varet nga prokurori i çështjes i cili do e marrë ose do i caktoj, por po don këta për ta kontrolluar mirë situatën, bajnë me short elektronik dhe jo me ndarje, se kush do jetë personi për në qoftë se do të ketë, ose mund ta ketë fillu një nga prokurorët me kohë dhe mund të ketë 2 vjet, 3 vjet që e mban çështjen pa emër, por ama në nënhetim. Dhe mund të jenë edhe prokurori vetë, ose mund të jetë caktuar prokurori i cili do mbyll dhe do grisë akte, por për sa i përket çështjes të Amerikës, ata nuk mund t'i mbyllin, nuk mund t'i fshehin. Ndërsa për çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin në qeveri, automatikisht ata i fshehin se s'ka kanë problem fare. Ndërkohë që pas ardhjes në shtëpinë e bardhë të Donald Trump, duket se ka marrëdhënie të ngrira mes qeverisë shqiptare dhe administratës së Donald Trump, dhe përveç Altin Dumanit që zhvilloi një vizitë zyrtare atje, asnjë prej eksponentëve të qeverisë, përfshirë këtu edhe kryeministin Edi Rama, nuk ka takuar zyrtar të lartë të qeverisë amerikane. Në optikën tuaj si avokat dhe aq sa e keni parë këtë lloj raporti deri tani, si e lexoni këtë marrëdhënie mes Edi Ramës dhe administratës së Donald Trump? Sipas meje, mund që tu ka pas një problem shumë të madh lidhur me ambasadorin e Amerikës në Shqipëri, e cila pra ishte pathuajse nga këmbë dhe deri te koka e korruptuar bashkë me qeverinë shqiptare. Dhe për mendimin tim, ata po e hetojnë si çështje për ta kopsit vetë Amerika dhe për ta sjellë këto. Dhe mbase në inteligjencën e Amerikës e kanë të vështirë të bajnë publike disa prova ose fakte, por duke e larguar nga puna atë ambasadorën, tregon më së miri që diçka nuk ka shku dhe diçka nuk shkon me këtë rast me qeverinë shqiptare. Ka dhe probleme të tjera të cilat është privatizimi në Vlorë, këto gjëra, në Sazan, por edhe këto janë pjesë të cilat do një avashllëk, do një qetësi për këtë punë. Jo se mund të dalin dikush tjetër në i kryeministër që mund t'ja heqë marrëveshjen, mund të prishto, po nuk ma thot mendja që e ka kush këtë fuqi për të bërë veprime kundër Amerikës me të pa drejtë, po me drejtë edhe mund ta bëjnë. Po dhe me drejtë është pikë pyetje. Zoti Pietra, të ndalemi pak tek çështja e Arion Veliajt, i cili është rikthyer sërish në skenën mediatike dhe politike, nisur edhe nga shkarkimi i tij nga Këshilli Bashkiak dhe më pas nga vendimi që dha gjykata kushtetuese duke pezulluar dekretin e presidentit, pra gjë e cila ka ngrirë, po themi, edhe zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë, disa ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Arion Veliaj është nxjerr natën nga qelia për ta dërguar diku, por që pa dhënë përcaktime apo detaje të tjera. Ju si e lexoni një deklaratë të tillë, sa e mundur është që një eksponent i tillë politik i lënë në paraburgim të dalë natën apo të nxirret natën nga qelia? Hetimet për Arion Veliajn, për mendimin tim, janë të diktuar automatikisht nga qeveria shqiptare, por ka një gjë. Pse këta nuk duhet merrshin masa nëpërmjet organit akuzës dhe organi i akuzës para mirë ja kërkon gjykatës largate pezullimin nga detyra, siç e bën me çështjet e tjera. Sepse ose këta menduan që nuk na ndërhyn kushte, nuk do na bëjnë keq, si thon situata e ndërlikuar, sepse në momentin kur ka filluar hetimet, pra prokuroria, SPAK-u, do kishte marrë një ndër vendimet arrestin ndërburg dhe largimin, pezullimin nga detyrat e tij. Nuk e bani me qëllim ose pa qëllim as çështje tjetër. Por që Arion Velia të ketë dalë dhe të ketë lëviz dikun nëpër Shqipëri, si i thonë,
I vetmi vend që ai mund të delte ishte vetëm për të shku tek ambasada amerikane me dhënë informacione të cilat i ka pas pa mundur të japin në prani të punojësve të shtetit shqiptar, pasi ekziston korrupsion brenda edhe në BKH edhe në SPAK. Por ne kemi raste të dëgjuara më të rrezikshme se ky rast. Kemi raste që kanë dalë një persona të dënuar me burgim përjetshëm, kanë bërë vrasje janë kthyer burg. Kemi pas raste që e kanë persona të interesuar për të bërë një vrasje. I kanë kërkuar drejtorisë përgjithshme të burgjeve me shësnime, mesime, korrupsion, me lek, me gjitha të zezat, dhe ka dalë nga burgu me leje 5 ditore dhe e kanë vrarë. Çka do thotë që kjo është një çështje shumë e rëndësishme që duhet hetuar. Pra kush e menaxhon këtë? Po kush është ai? Pra i vetmi është që jo sa është drejtori i përgjithshëm të burgjeve, edhe ai e ka me urdhër. Po cili është urdhri? Ato janë probleme të cilat janë që nuk po zbardhen asnjëherë këto qoftë vrasje politike, qoftë këto situata kaq të ndërlikuara. Ndërsa për deklaratën e Sali Berishës duhet të them që 99% pra Sali Berisha e ka informacionin i pari në Shqipëri për çdo gjë që ndodh. Si e merr ai është çështja e tij. Por ama që këto informacione të tij janë të gjitha të besueshme sepse janë me prova, qoftë me situatat e dënimeve të gjyqtarëve në vendet e Europës, që janë dënuar më parë dhe sot rrinë gjyqtar akoma. Zoti Pietra, në këtë rast, duke u referuar deklaratës së Berishës, a mendoni se mund të ketë një lëvizje nga ana e Erion Veliajt për të negociuar lirimin e tij me Edi Ramën, duke qenë se edhe akuzat politike janë se është Edi Rama ai që e ka çuar në qeli? Tani, unë mendoj që Erion Veliaj del prej burgut kur të hyn Edi Rama. Kjo është një përgjigje ime. Në qoftë se, pra, Edi Rama futet në burg del Erioni. Në qoftë se nuk futet në burg Edi Rama, Erioni do ngel atë. Avokat, të ndalemi pak në Kosovë, ku Fatmir Shaholli është arrestuar me akuzën për spionazh. Ju si e keni parë këtë ngjarje në vetvete dhe çfarë rrezikshmërie prodhojnë elemente të tillë qoftë për sigurinë e Kosovës konkretisht në këtë rast ku u cënua edhe me sulmin e Banjskës të ndodhur 2 vite më parë? Unë kam studiu mirë situatën, por nuk mundet që t'jetë e vërtet, por ama a ka mundësi të ndodhë, mundësi ka, por jo se mund t'jetë një person i vetëm i cili mund bajnë të spionazhe. Këta janë gjitha lojra politike, si që ja banë, sepse qeveria Kosovës ja bani thaqit dhe atyre, nuk ja bani Europa as kërkush tjetër. Pra, për të mbajtur pushtetin, për të siguruar pushtetin e vet, janë në Hagë ata që po vuajnë sot. Dhe lufta politike është më e keqe se kjo lufta me që bën Putini e këtë tjetë, me armë zjarri. Pra i thoni se është viktim e një po themi interesi politik apo thjesht për kapital politik nga ana e qeverisë Kosovës? Sigurisht për mua mendimi jem personal është që nuk ka lidhje fare me këtë, por ata mundohen me çdo kusht që të bëjnë rremuj për të arritur aty ku kanë qëllimet e veta. Dhe më vjen mirë që iniciativa e Shqipërisë, e Kosovës, u bën në një këtë mitingun në Tiranë, sepse ne kemi bindjen e plot që këta do marrin pafajësi, po pafajësia mas ja shkatërroj jeta, është shumë e vështirë, shumë e keqe, shumë e rëndë. A mendoni se protesta e djeshme që u mbajt në sheshin Skënderbej për sakrificën e UÇK-s, por edhe për Hashim Thaçin dhe të tjerët që ndodhen në Hagë, do të ketë efektin e saj dhe gjykata speciale atje? Atje mund të ketë efekt negativ dhe pozitiv, që themi të saktën, sepse nuk janë shtetet ato që diktojnë, por duke ju referuar edhe rastit
të zgjedhjes të presidentit Amerikës, i cili e dha një pathuajse jo deklarat, por një mendim të tij lidhur me këtë rast, mendoj që këta persona rrinë në burg krejtësisht kot. Dhe si mendoni sipas jush, nisur nga optika si njeri i drejtësisë, do të jetë fundi i këtij procesi, duke u referuar këtu edhe dëshmive të dhënë nga ish zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Tani, në qoftë se Haga do mbyll dyert që mos të punojnë, automatikisht që këta do lirohen e ikin punë vet. Por Haga pret një rast tjetër që të merret me te. Mund të jetë rastet e Rusisë edhe rastet e Izraelit. Tani, cili do ta ketë fatin që të jetë aty në atë institucion, atëherë mund të lirohen në këta. Sepse kështu funksionon, sipas menimit tim, që si puna e mullirit, që do të punojnë të ankohen dhe do marrin në linjë, në kam gjykatën. Dhe një nga rastet më kryesore është që nëse bien, lirohen, ata nuk kanë me çat merren diçka publike të kësaj natyre. Dhe mendoj që ata po mojnë derisa dalin, siç ishte rasti i djeshëm, ai përdjeshëm kur me Izraelin, Pam. Si mendoni, si është e mundur që një gjykatë si ajo speciale në Hag, po themi, të bjerë pre apo në kurth të fabrikimeve serbe, siç u evidentua në 2-3 raste nga dëshmitë të cilat kishin qenë të falsifikuara? Tani, nuk është se gjykata është e detyruar dhe jo më si se ajo gjykat, pra që është një gjykat shumë e rëndësishme, duhet që ta zbardhin nëpërmjet një procesi gjyqësor. Dhe gjykata nuk merret me fjalët që thonë palët, ose deklaratat e shteteve, ose të institucioneve të ndryshme, po aja është e detyruar të arrijë në konkluzionin që çështjen ta zbardh për autoritetin e saj. Jo se ajo mund të ketë noll, mund ta ketë edhe bindjen gjykata që nuk ka noll, por nëpërmjet provave dhe fakteve duhet të arrijnë në konkluzionin që është e vërtetë që këta janë pafajshëm. Po nuk mundet gjykata të ndërpresë shëtimin gjyqësor, sepse çohet një shtet, çohet një institucion, çohet me deklarata të ndryshme që janë pafajshëm dhe do të marrë për bazë deklaratat e personave. Por ajo mund të arrijnë me kuptu diçka, por procesi do jetë proces, deri në fund nuk mundet që gjykata të arrijnë në një mendim nëpërmjet indicjeve ose rasteve që mund ndodhin në çdo vend të botës. Zoti Pjetra, dhe pyetje fundit, çfarë do të thotë sipas jush përplasja mes kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe Edi Ramës sa i përket protestës që u zhvillua në Tiranë për UÇK-n? Dhe në këtë rast, si është e mundur që politika shqiptare nuk gjen një pikë takim sa i përket çështjeve me rëndësi kombëtare? Tani janë dy, për mendimin tim, po kur të bien nga karrika këto dy, do jetë, për mendimin tim, do jetë turpi i Shqipërisë. Pra veprimet e tyre do dalin sheshit, qoftë Ramës, qoftë Albin Kurtit, të cilën do të rëndisin pra zemrat dhe shpirtin dhe mendjen e gjithë shqiptarëve ku do të jenë në botë. Që do të thotë? Që do të thotë që këta nuk kanë bërë asgjë për popullin, kanë bërë vetëm për veten e tyre dhe për interesat e karrikëve të tyre. Kanë hedhur në lumë, kanë hedhur në rrugë, kanë hedhur në drejtësi, kanë hedhur në gjitha institucionet, pra shokët e tyre të cilët i kishin frikë nga pushteti, çka tregon që të dy këta kanë frikë edhe nga njëri tjetri për sa i përket të ardhmes në arenë ndërkombëtare shqiptare. Zoti Pjetra, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.